gabimin më të madh që bën shoqëria jon, e para është mos respektimi i fesë. A më e keq se kjo është lufta që fatkeqësisht pak janë ata, ama ajo që quajmë na islamofobi ose religionofobi, anti-islamizëm më konkretisht, janë fenomene shumë destruktive në jetën afatgjatë të një shoqërie. Edhe tjetra është, do thotë, se në shkollat tona, në qendrat edukative arsimore, do thotë nuk respektohet feja. Sheve një krahasim veç më duhet me bë në popujt e Ballkanit, në gjithë shtetet e Ballkanit ku janë katolik ose ortodoks, ata kanë respekt maksimal për klerikët fetar të tyre. Ndeshna për kisha, ndeshna për shkolla, ndesh kudo që janë ata. Po valla. Veç të pjesa muslimane, domethënë, fatkeqësisht insistohet në një ateizëm agresiv, edhe një mos respekt total ndaj figurës shoqës. Po flas për institucione, flas për individ. Po. Se kemi individ që ai për shemb personalisht e respekton shumë një hoç. Ama nëse merr pozitë institucionale dhe i shkon ti si hoç, nuk të jep njëjtin respekt. Tutët se karriera e tij mund të varet prej respektit që jep atë tek ortodoksët dhe katolikët e kundërta. Sa më shumë që respektohet kleriku fetar, aq më tepër respektohet ai njeri politikan, qoftë drejtor, qoftë çka do qoftë. E këtu te shqiptar domodin te pjesa muslimane fatkeqësisht mungon respekti ndaj figurave fetare, po flas të njerëzve që kanë pozicione institucionale. Ai mundet me dashur hoxhën privatisht, e respekton maksimalisht, ama nëse është pozitë ministër për shembull, drejtor, si ti shkojsh ti si hoxh, nuk e gjen respektin e njëjtë siç e gjen për shembull një preft katolik qoftë ortodoks qoftë, kur shkon te një institucion nëse ai drejtori ose ministri është krishter ortodoks ose katolik. Edhe kjo është kompleks inferioriteti që fatkeqësisht me kalimin e kohës e kanë nguritur një pjesë e madhe e shoqërisë që merret me punë shoqërore, sociale, politike, a mendoj se e kundërta është më e saktë. Domethënë se në fundit këtë na jemi të jetu me këtë shtëpi, këtë jemi në këtë anije, edhe këtë na duhet me kontribu për me shku, me lundru anija, domethënë drejt e sigurt edhe e qetë, drejt Bregdetit, domethënë ku do përfundon jeta e secilit.